Na lushet me rinushin. Hello, Nana Lushe. Unë jam unë veç I kom ndrof shaks. Edhe jam pak e ftohtë. Përshëndetje, shoqet e mia, Nana Lushet e mia, më falni shumë që s'kom pas mundësi me bo videon tjetër më herët, po nuk e di, më ka kap një farë faze jetës që po pritoj tepër shumë me bo se cilin sen të mundshëm. Do më thonë, më kanë ardhur te huna shumë sene. Edhe jam të munu tepër shumë me bo rutinë, si gjumit, si të ushqimit, si tanat, po veç pe kam tepër vështirë se vullneti s'po funksionon. Po mununa, inshallah, bëhet mirë. Okej, pa unë bërko, sot kena me folë për gjithanjen edhe për formulën. Unë I kom provu 2 jatë, kështu që kisha pas qef me tregu eksperiencën tem. Po pak para se me hitë tema kryesore, një falënderim e veçantë për sponsorin tonë të podcastit, Baltora Skincare. Faleminderit. Okej, pjanisi prej vendimit. Ndryshe, unë e kom ftu erën nga organizata AMC, se kom dash me nda me juve ma shumë informata që unë e kisha pas qef me I ditë, kur më kon shtatëzon, po dhe mas lindjes, se do mos për qëtë pjesën e gjithonjes. Ju kisha ftu shumë nëse jeni të interesuar me ditë ma shumë, me këshyre dhe intervistën tem me erën. Unë, kur kam betë shtatëzon, edhe normalisht ka fundi që ja nis njëri e planifikon kamelin natyralja, kamelongjia, që ka me bo. Unë jam kon kështu prej fillimit që kom pas shef me provu gjinin, gjithonjen, edhe me tregu drejt, nuk është që kom ditë shumë për qëtë pjesë, kom menu që është lehtë, që të menim e kom pas të parë, edhe po kështu u kun shumë fëqeshme që ajo ndjenja që kom thonë ashtu po, unë me gjitu me rritë qikën tam, bilet deri 1 vjet, gjithqysh. Po se kom prit që ka me ndodhë që ka me ndodhë. Lindi une, edhe kur shkojnë në dhomën të pas lindjes, unë shohet me njerë gjini, fria ja nis me pi, nuk është që di mja dhonë mirë, unë kap siklet, se mami më thët, jo, jep pjesë që shto, unë edhe pak se s'di, edhe më kap tepër siklet, po diqysh pen, pak pen, edhe ja nisi, pak është ajo pjesa edhe që të shohet mësë ne I gjini vetë, e kam problem me majt, nuk është që kam ujt me nejt shumë ullën, a për shkak zorës trash, jem kun ton kun shtërit, edhe fillimi kun pjesa ma e vështirë, thithkat. Dhimbtën që e kom pas në thithka, u kun dhe më thonë e të marshme, gjelpona. Më pekshin lëtë. Në një moment më kam pik lëtë për dhimbtës, kom të përpjet për bisikletit, se fillimi për më do këtë është qashto, që të dam tepër shumë niple. Thithka. Edhe më kujtohet që do më thonë, une tepër shumë kom dhonë gji shtrit. Edhe për që të arsye masëne, kur e mojsha në krave që kisha tepër shtirë, s'desha. Më do këtë që s'jam të ditë. Po dhe freja të në kun peket si të plas. Që kjo kun sa përket vendime, do më thonë e kom pas shumë të qartë që po du me dhonë gji, por në ka kom pas shumë të qartë që ka do më thonë me dhonë gji. Vështirësit u kun që kjo pjesa që do është të në kohën me kun me fmi për me dhonë gji, se mënyra e vetme jo, po mënyra që mas shumë të shtin me prodhu më shumë gji është sa më shpesh që të pim beba. Që ajo u kun një prej vështirësive që e kom pas, që për shembull natën u dash mu qu edhe mi dhonë gji, edhe fria ka piko që gat, se më do këtë beba në fillim pin tepër gat shumë, veç është goxha lodhje, se dysh dogot që ti jetu I bu krejt, për shkak që jetë të nkohen, si që të dhonë gji, qëto 2 orë, qëto 1 orë. Pjesa tjetër u kun që kjo që u bëjshe qollë, natën, ditën, kur do vëq e brejshe që ja ke njësë më bu qëllë për qumshtit. Psiqike u kun tepër, se ishin të momente ku unë në fillim kom pas shumë gji, edhe se kom pas problem. Por mësë ne ja njësa me pas ma pak gji. Së të mos në kohën e kërqav, kur I kapi frejër. Edhe që aty kur nuk e di a ka kajt për shkak kërqave që shumë,
a ka kaq se ka rahatu qumshti ose që s'kom pasu në mjaftueshëm qumsht. Një prej vështirësive që ke që nuk e din sa po ki qumsht, sa nuk e din sa po t'mushës mija një për shembull shesh e dit në shishe. Edhe këto ona psiqike hen, kur për shembull e sheh që si e tu e mush, se masane ja nisa edhe me pump. Disa një interesant është që unë nuk e kom ditë qëtë pjesë, që për shembull kur e më shku te mjeku dhe më ka pyet a je tu e bu me pump, unë e kom thonë jo, ma ka bu je shumë vonë. Se u do është në fillim ja nis me bu me pump, që me shti me prodhu ma shumë gjinin. E kur ja nisa me bu me pump, që atë më kapi kështu ta më psiqika, që visu nisha mirë, nuk u nisha mirë faktin që e shisha që jem të e mush me menzi 30 ose 60, edhe që më kap keni tut, më kap keni asi që tis qfar nane ti s'po mundesh me mush. A përshë fëmija jot nuk po mushet për teje, ose s'je mjaftueshme, ose veç të kap keni qasi stresi. Po problemi ma i madh këto kun që Freja s'ka shtu pesh, një kohë gjatë me thonë. Nashta jo një kohë gjatë, po që atëre fillimin, masi që t'linë, do më thonë Freja ka li me 3 kg 720. E tash, kur e qeshëm në për kontrola, mjekët e kishin një asiragim që 720 ka linë, me menzi që u të i bu 5, ose halës i ka bu 5. Edhe veç që ajo kun kështë qatë moment, unë e kom ra në stres të madh, edhe kom hu pesh tepër shpejt. Në ekstrem shpejt, kom fillu mos me hungër buk, që nashta ka ndiku dhe në gji, mos me flejt, me kajt shumë shpesh, me tut shumë shpesh, se e kisha përgjithsin që unë s'jom të mujt me mush, unë s'jom të mujt me trash fëmin tem. Po, problemi i shkon, në faka e kena gjetë herët, te laktoza. S'ma ka shku në menje, unë edhe Lisi burri jem, kena problem me laktoz, unë jam laktozë tolerante edhe Lisi është, po fort s'ja fut. Edhe kur s'na ka shku në menje që Freja mund me kun laktozë tolerante dhe mund me pas qitë probleme me qëmsh gjinit, që m'ja munu. Edhe dole në analiza, mjeku na thot që aja keni buna ju, dole analiza që është 100% laktozë tolerante. Edhe tamën e kena qitë në formull pa laktozë, se na fillimisht do më thonë kur e shumë të mjeku dhe që e pa që okej, s'është shtu pesh, mjeku tha nona t'lut na aprovu me formull, kombinim, që ti ketë dyja të të shumë apo mushët, apo të s'pëki gjia që ato ndodh. E qëtëm me formull komfort, edhe me gjinë të amin, apet njejt. Po në qatë moment që ka fillu veç me formull pa laktoz, ja ka njës kështu drastikisht për 2 javë, ka ndru gjendja e Frejës. Ja ka njës me flejt ma gjatë, mu rahatu ma shpejt, me pi ma mirë, mu trash, do më thonë, veç ndraj si fmi. Edhe tani mbriti vështirësia e fundit, me thonë nëse kryesorja, ndarja e gjirit. Unë edhe pse e disha që s'është i bu mirë, ose me një farë mënyrë s'është i bu diçka, se kjo veç ja munojke, unë prape kisha shumë vështirë me nda për gjinit, se mu doket që kam e hup lidhjen me fëmin tem. Edhe që ajo kun shumë e rronë për mu. Jem tut tepër shumë. Kisha një ndjenjë në zot më doket që është ma marrë dikush për vetës, po u dasht me bo, se me 3 muj unë e mave s'po ta gji. Shto shumë 1 pik, 2 pika me menzi që ndelshin. Edhe nala krejt. Do me thonë që kjo është që qka mu ka funksionu për me mashtu gjinin, u kun pompa, edhe e disha paka shumë sa po kam, po edhe një maj ke qatë që farë riprodhimin ma shumë u prodhu, po masane e du që kjo vërgjësia që Fres nuk jo përshtat gjini. Jo mërzit se kom prit shumë që bile 6 muj, bile, dhe pse plane kom pas një vjet, po bile 6 muj të isha të maj, se s'ka si gjini nanës, menoj se veç sa shumë kam ledzu për qitë pjesën, ose sa shumë më ka ndalë, veç sa shumë video më ka ndalë, për shembull që qysh gjini prodhohet tamën me qato nevoja që i ka qaj fëmi. Do më thonë nëse ai është i dehidrum, prodhon ma shumë ujë. Më kujtoni sen, do më thonë, unë kam lind verës, më theshin mi lagë thithkat se mos po më tharbët gjini.
pe boz, kom pi boz, pe ha kum la thota, qas kom hongër, qas kom pi, për më të shtu gjini, një sen që më ka një mu që ja u kësha të regu krejtë dhe nonave që po planifikoj me gji ose e kanë me gji, laknat. Lakna më ka pështu. Do më thonë për mos më të formu ato që po di ngurcimet ose dhimta, lakna është në mënja. Të pështan. Mu më ka pështu kështu komplet. Ndremi lojës. Është që kjo, po, unë menoj që s'ka. Si trupi nonës, përdesa ne kena pas në trup tonë që të fmi, trupi jonë e din saksisht ka i vynë edhe që kjo nona me fmi është veç tjetër nivel. Nuk menoj që e zovënca naj produkt tjetër gjinin, po fatmirësisht shoqësh që i kena edhe qitose, për shembull si rast të frejës që ju ka përshtat ma shumë. Paragjykimin nga të tjerët, ose ma saksisht nga nonat e tjera, nisan që unë shumë nina keq, është që ja dina hekat njëna tjetrës, ose një non që ka lind u bo me fmi, e din për një non tjetër që ka mund me kun dinjat ose qka do. Veç pak nën vedije ose shumë thellë e dina, e kuptojnë njëna tjetrën. Edhe prap vendosëm e paragjyku. Prap vendosëm e thonë, e valla se po keni qef ma let ose diçka, dyqysh, pse? Pse po ma bën qatë ftyrë ku të regoj që e kam qikën me formullë? Ku pëtin ti historien tem ose po dhe në fundit të qka po t'hen ty më punë që ti po më kthejesh me qatë varë? Ja se po pritani me dhonë gji, natën mu qu ose diçka, dyqysh, për shumë sene edhe ndukje edhe qysh ti vendos me rritë fëmin tënë, unë për që të sanina shumë keq që na i paragjykojna njëna tjetërën. Dhe më thonë, kësha pas qef që nisër mas nisër me u kriju një kulturë në popullatën tonë që e kanë pak ma qetë. Qysh veç e luj njëna tjetërën me vendosë çka do që ato kanë vendosë për fëmijën e tyne ose për jetën e tyne, pa u paragjyku. Se funditës për një me kur gjë s'na hem punë. Musë me punë kur gjë aper u sheti me gjia, me formullë, dyqyr funditës çka do që ty t'u ka përshtat, çka do që ti menon. Une jem këtu veç me ndoj eksperiencën te me juve, që m'ja u dhun një bazë ose çdo e nisna për vetës. Unë e kisha pas qef para se më bonon, ose masi që kam lind, me ndëgju prej dikuj tjetër qa ka vendos, ose pse, ose qyshtek, që ato jam të mundu me ofru, për ndryshe, këtu veç jena me bo laf. Pa paragjykime. Të përzdijen krejt bota, po, se cili njëri ma shumë prapo thëmë gratë, ta dhojnë një metodë të re, qoftë qysh me majtë, qoftë qysh m'ja dhonë, qoftë qysh me prodhu ma shumë gji. Do më thënë është edhe që ke pjesa që s'ta varin këtë pjesën që ka jetu hek, ose s'dvesin. Nuk ka pytje qysh je, edhe me të ngu. Është po ju se bëja qyshto, ju se ke provu qito, ju hajtë se që kjo, edhe që kjo është goxha e ronë. Që s'ki momente kur ti më është për një me u shprejt e dikush edhe mi thonë, o nuk jam je. S'është puna as të gjini, as të kur gjë, po unë nuk jam je. Edhe me kushtu një pik, edhe më mutu një qaj laf, edhe më thonë, s'ta një se është normale, ose kalcëm që ka po t'vynë. E ju më thonë, je që pesh, kështu, ashtu. Nuk e di. Tash, dhe me thonë, na, ishëm e gji, edhe në përshkak që ju më kun e vendosë për gjithë, sështë që kom lecu për formullë ose diçka. Na tha mjeko që do të me qitë në formullë. E blejtëm, mas fare kemi pas me Aptamil. Aptamil Comfort. E kemi lecu, sa kena mujtë, kena lecu dashmuqu me blej sterilizus, në gras, shishët. Qëfa shishën me blej këse, ase, a i përshtatët kjo, a jo. Edhe formullën e parë gjysën e kena derdhë. Se e mu shumë ti për shumë, frija pike pak, e shpesh, e formullë e ka afatin veç për një orë, ose nëse ja ke bo se ka është i thithkën e cuslës në gojë heq, bën 2 orë, nëse e bën e lem frigorifer bën 24 orë. Do të thonë na ja bëshëm, e ja jepshim, e pike pak, edhe mësën e veç 1 orë e kisha afatin edhe u kry. Ajo si u preshku tashmi me derdhë. Edhe e para veç nga ka shku, qashtu. Ndërko, po flasë, do me thonë, për shishët do të mi sterilizu një handitje,
ngrosi në dashke me ble për me nxe ujin. Ose në fillim ja kena bu që ashtë ujin gjithë të dashkim ja bu tamën pak ma nxehtë, tani janë nisëm me ujë normal, të pa nxehtë. Njëjtë ka pi, s'është që ka bu nefar diference. Mas pare kemi pas me aptamil, masane e kom provu dhe nanin, me nan ka pi mirë, po masane jo, janë trova prape që i ta në aptamil. Po e kisha një problem që nevojën e madhe pe bërë shumë të fort, edhe ka njerë edhe pe dëmtëm pak, ka pas një moment pak me gjak, edhe kur e kemi qute mjeko, masane në rekomandoj që me këshyr me marrë një formull tjetër, për momentin e kam me një Danalak, ish i Zvicrës. Me këto mirë, ma mirë. Po problemi është që po do të mi dho ma shumë ujë, se tash që ka fillu edhe me pi, me hungër. Tash që ka fillu edhe me hungër, po e perefruzëm pak ujin. Po munona në qëtë aspekt me punu ma shumë. I ka dhe benefitet edhe vështirësitë e ta dhe kjo pjesë, se dësh mu qu, mja bo, mja dhonë, prete disa të pen, kokso, jo ajo, jo kjo. Loj shishës 700 herë, sterilizoj, merru me to, edhe është kjo pjesa më e vështirë që me thonë, e lojme. Do me thonë që tash një kohë, janë konë janar 2026, në s'ka bëj, gogja dhe lojme që disa formula i kam pas një farë bakteria, nuk e di qa kendo. U kumë shumë periud që për një me, veç që jem një shumë keq, së thesha qëtë, e kësha pas në gjithë, veç se kësha pas që atu, se në funditës, unë jam të ja bo edhe veç, pedi ka po vjen ka po del, e jo në fabrik, në zët të din, të kap ke një farë sikleti, po, qa me bo? Por do sane ka njëherë, si ki në kontrol. Unë sot e kom ftu Erën, Era Cina, nga organizata jo qeveritare AMS, Action for Mothers and Children. Pse? Se kom dasht mi u dhun disa informata që une kom vujt, pse si kom ditë kur e në kom shtatzon. AMS është një organizatë që ofron tepër shumë për nanat, edhe kësha pa qef Era me na tregu bashk qka që me marrë vesh edhe jo. Qështë ka? Mirë, tyrënes, që shë? Mirë. Faleminderit shumë që ke orë sot. Faleminderit që më këthirë. Mundesh na tregu shlirë për krejt pjesën qka bën AMS-ja krejt. I kallëzojnë analusheve, se e di që janë shumë të interesume dhe një me ju shërbejnë informata që e thete që kësha pas qef me pas. Faleminderit që jetë e bo që ke marrë qëtë iniciativë me i nda qëto informata me njerëz, është shumë rëndësishme që më konë aty për njona tjetrën edhe me shpëndoj informacion edhe mi tregu njerëzve çka ofrojmë. AMC-ja është një organizatë që është formu, dhe më thonë vitin 2006, 20 vjetë i bojmë, prej doktorëve amerikanë që kanë orë në Kosovë. AMC ka bashkëpunim shumë ngushtë me aktarë ndryshëm, me Ministrinë e Shëndetësisë, dhe çka ofrojmë na është edukim edhe fakte të bazume në evidencë, do më thonë merren raportet të OBSH-s, organizata ndryshme që janë tamam bazume dhe tamam të sakta për shëndetin e nanës dhe fëmijëve. Organizojmë sesione ndryshme për gjithënjën, organizojmë sesione ndryshme për prindërim pozitiv, do më thonë mundohemi që secilin aspekt prej planifikimit familjar deri te zhvillimi i fëmijës me mbulu edhe me ofru, me bo sa ma qashme këto informata që gjithkush në Republikën e Kosovës mundet veç me i marë. Kemi bashkëpunim për shembull edhe me QKMF-t, u taku edhe me fol me mjek familjar edhe me mi marë informata të krejt çka ju duhet. Super. Është me cekë edhe klasat për nana që ofron 17 komunat të Kosovës, 19 qendra në 17 komunat të Kosovës, ku gratë mundën me shku së bashku me partnerat e tyre për me marrë informata, për me marrë këshilla, për me monitoru zhvillimin e fëmijëve. Nëse je shtatzone, edhe nëse je pas lindjes, edhe nëse ki probleme gjithonje, AMC-ja është qatë për ty, qysh mujna me ju kontaktu, edhe që pjesë nëse mundesh me na tregu? Na jemi shumë aktiv në rrjetet sociale, kështu që për çka do mundeni me na shkru në rrjetet sociale. AMC organizon periodikisht, do më thonë, një herë në mujt paktën një sesion për gjithënje. Njës mundën me ardhë në zyret e na
me diskutu edhe me pa metodat më të mira për gjithdhënie, metodat ose faktet jo mitet edhe jo tabut edhe krejt këto, domethënë na e konsiderojmë që është shumë e rëndësishme edhe këto shërbime prapë e tham janë qasshme për krejt edhe secili mundet me ardhë. Edhe kryen prej njerëzve specialist të Po, fushës. po, eksakt. Qa jo. Tepër mirë. Unë me thonë, prap po du me cek që veç tepër kom pas nevoj për amëtëson për se kom ditë, edhe që kjo kur në arsyeja që bashkë që të epizod, unë e kom dash me thirë erën edhe veç me avudhun që t'informat, që kushdo që është të pas vështirësi, nuk je vetë, në këtë rast nuk je vetë se mund është me marrë shumë mirë edhe informata apo dhe këshilla dhe krejt profesionalisht, gjithçka, jo me të thone ose që shto që na jena mësun kulturë. Faleminderit shumë Era. Faleminderit shumë. Vlerësoj shumë takimin tonë edhe inshallah kena mujt me dhonë informata sa më shumë. Ju lutna mos ngurroni, ju lutna njihuni shumë shlirë se AMC-ja është veç miku jo në këtë rast, jo diçka tjetër. Pa paragjykime, pa kurrë veç ndihmë plot. Faleminderit. Që dojmë na mbështet në rrjetet sociale, ju ftojmë na bo follow-sh, ka dëshirë që me na ndihmu, me na mbështet punën tonë më shumë, mundin me bo përmes Global Giving ose përmes donacioneve tuaja. Perfekt. Super. Nga çdo paku të blerë, dhurohen 10 cent për nonat dhe fëmijët, iniciativë që kisha pas shef me dhozo në podcastin tem, që pse jo minimun jona tjetës edhe më ju gjindë. Inshallah veç bëhet ma mirë gjithçka. Ju përshëndes shumë. Faleminderit shumë për çdo video që pe dëgjoni edhe pe bëni like edhe koment edhe krejt. E vlerësoj shumë. Unë qëtë podcast ja kom njës veç për juve, veç për Nana Lushet onë e mbanë, kudo që i prek YouTube-ja, se vete kom lypë qëto dhe veç po kom qef me dhonë, sot kam mundësi. Në episodin tjetër kemi me folë për postpartum. Ka gjani teme ndishme, kështu që nëse dëni, mundi me lënë pyetje në koment të kësaj videoje, që ti kam parasysh me çka me folë për pjesën tjetër, po komendoj eksperiencën ta me postpartum. Natën e mirë, ju dua shumë, kalofshi mirë. Kur vjen puna të gjithdhënia s'ka fitus edhe s'ka veç persona që përpjekën. Edhe që është më e rëndësishmja që me u përpjek edhe mos mu dorëzu. Sa e mirë që kjo. Tepër e mirë.